Një pjesë e mbrojtëseve të urës së fshehtë vazhdon të mbetet e dëmtuar prej disa kohësh si pasojë e aksidenteve të shumta që kanë ndodhur në këtë segment rrugor. Rrethojat e urës në disa pjesë janë të dëmtuara pothuajse plotësisht, duke e bërë kalimin mbi urë të rrezikshme për qytetarët, e gjithsesi edhe për drejtuesit e automjeteve. Prapa kamerës, disa nga qytetarët që takuam sot në këtë zonë pohuan se kjo situatë paraqet rrezik të drejt për aksidente, sidomos gjatë orëve të vona apo në kushte të vështira atmosferike, kur dukshmëria është dukshëm e kufizuar. Përveç rrezikut fizik, dëmtimi i kësaj ure paraqet një shqetësim real për trashëgiminë kulturore të vendit, duke pasur parasysh faktin se ura e fshehtë konsiderohet një monument me vlera historike. Komuniteti i zonës, por edhe kalimtarët e rastit kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për sanimin e dëmeve dhe sigurimin e kësaj pike të rëndësishme infrastrukturore, para se situata të përkeqësohet edhe më shumë.